Si arritën CIA dhe Mossadi të zbulonin bunkerin fort sekret të liderëve suprem të Iranit. Gjithçka nisi në orën 8 të mëngjesit kur agentët e CIA-s vërejtën udhëhecit iranian duke hyrë në këndërtesë në zemër të Teheranit. Agentët e CIA-s morën disa të dhëna nga kolegët e tyre të Mossadit, pasi me muaj ata në fshehtësi po hakonin kanalet e komunikimit të Iranit, duke përdorur satelitët në gjithësi. Në atë moment, pika e sulmit ishte e thjeshtë. Në valën e parë të bombardimeve, u neutralizua mbrojtja ajrore e Iranit. Ky hap kritik liroi hapësirën ajrore për 200 aeroplan izraelit, por kjo pjesë e Teheranit është fort e fortifikuar dhe si mund të shkatrosh cakun që është thellë në nën tokë. Ata përdorën raketat e njohura si zhviruesit e bunkerëve, që shpërthejnë shumë më vonë pasi të deportojnë thellë në tokë. Kjo është pjesa e parë se si SBA dhe Izraeli arritën të vresnin njërin prej burrave më të ruajtur të planetit. Përgjigjja është sulmi i përbashkët i paparë deri më tani. Në muajt e fundit nga hakimi i pajisjeve, pamjeve satelitore dhe spionëve në terren, CIA dhe Mossadi arritën që të monitoronin secilën lëvizje të Ajetollahut Ali Khamenei. Madje edhe shprehjet e tij ditore, në zemër të Teheranit fort të fortifikuar me radar e kundërajror, SBA e Izraelit zbuluan dobësitë dhe kjo nisi valën e dytë të sulmit. Pika kryesore e sulmit ishte Bait Raberi, rezidenca e fshehtë e Ajetollahut që kishte bunkerin. Me raketën zhviruesin e bunkerëve që shkatroi gjithçka, ushtria izraelite ka deklaruar se janë përdorur 30 raketa për t'i bërë rrafsh me tokë krejt ndërtesat që po shfrytëzoheshin. Me një sulm të vetëm me 200 aeroplan, SBA e Izraeli kanë shkatruar më shumë se 500 pajisje ushtarake të Iranit, shumica kundërajror. Këtu vjen pjesa e tretë dhe gabimi më i madh i Iranit për të mbrojtur liderin e vet. Për shkak se lideri suprem po ruaj në një ndërtesë që është shumë lehtë mund të deportojë raketa e tillë sa të shkatrojë krejt strukturën e nëndhetshme. Burimet e inteligjencës pak orë pas sulmit kanë treguar se Ajatollahu nuk po qëndronte në nivelin më të thellë të bunkerit. Po të kishte qëndruar në nivelin e dytë të bunkerit, do të mund të ishte i sigurt edhe nga kjo raketë amerikane. Deri më tani nuk dihen se sa persona kanë vdekur, por është konfirmuar se me sukses janë vrarë krejt udhëheqësit e ushtrisë me një sulm të vetëm. Përveç Khameneit, është vrarë edhe komandanti Mohamed Bakur, prisi i Gardës Revolucionare të Iranit dhe kryekëshilltari i sigurisë Ali Shamkhani. Fatkeqësisht nga shpërthimi kanë vdekur disa anëtar të familjes së Ajetollahut. Sipas komandës qendrore të SBA-s, vetëm gjatë një dite janë qelluar 2900 caqe në Iran, por cila armë është përdorur për të qartë tër atë beton. SBA ka në dispozicion zhviruesin që peshon më shumë se 1000 kg dhe 80% e saj është TNT. Është e gjatë 5 metra. Për shkak të hollësisë, raketa mund të deportojë në shumë shtresa betoni deri në 100 metra thellësi. Mirë po para bombardimit, spionët në terren kishin ofruar informacione se një person i rëndësishëm ndodhej në objekt. Ata kishin konfirmuar se ai ishte Khamenei, e dhëna ishte marrë nga spionët të shtunën pasdite. Pak orë më vonë u realizua një prej sulmeve më të sofistikuara ajrore në histori.